Të dashur miq dhe shok, ju lutem mos përdorni termat e lashtësisë që janë nga Iliada dhe Odisea. Sidomos, mos e përdorni termin Ilirida, që është rasa kallëzore e fjalës Illyria, është emër i gjinisë femërore në greqisht. Ilirët vinin nga Thiva e sotme dhe nga Beotia dhe flisin një dialekt të veçantë grek. Ilirët. Mos e përdorni fjalën Illyrida, pra është emër i rasës kallëzore në greqisht. Mos e përdorni fjalën Pelasgia, ka kuptimin njeriu ngjyrë hiri, perëndia e vdekjes, perëndia e tokës, nga Pelion, ngjyrë e zezë, ngjyrë hiri në gjuhën greke. Kryeqyteti i Pelazgjisë ishte Skotousa, që do thotë errësirë, është emri i Afroditës, ka kuptimin hieshia, si në gjuhën shqipe. Fjala hije ka dhe kuptimin e bukur, Skotousa ka kuptimin hieshia Afroditës në gjuhën greke, që përkthehet pak me shqipen në fakt, gjë e mirë është. Por Pelazgjia pra është emër grek. Edhe Dardania vjen nga Iliada. Në Iliad, Dardania quhet porta e perëndimit, atje ku perëndon dielli, porta e fatkeqësisë. Kjo është Dardania. Në gjuhën helene ka kuptimin dora e majt. Zëvendëson fjalën skea ose dora e skitës, e diares. Është vendi ku perëndon dielli, ka kuptim të keq. Dardha shqiptohet në greqisht dhe jo darda, siç mendojmë ne, nuk është darda, por është dardha dhe ka kuptimin në gjuhën greke ujë të trash. Pra është fjalë e keqe, atje ku perëndon dielli. Është gjetur edhe në gjuhën persiane, dard i thon dhimbjes së barkut. Pra është në gjuhën perse dhe në gjuhën greke. Nuk është në gjuhën shqipe. Nuk ekziston. Nuk lidhet me fjalën dardha. Fare. Është thjesht ngjashmëri tinguish. Si fjala si shikoj dhe fjala si det në gjuhën angleze, por shkruhen ndryshe. Këto quhen homonime. Nuk kanë lidhje fare me gjuhën shqipe, asnjë nga këto fjalë. Pra as fjala Pelasgos, do thot njeriu me ngjyrë të errët, me ngjyrë gri, as fjala Illyrios, do thot njeriu sy shtrembër dhe me bisht, dhe as fjala Dardanos, do thot banor i qytetit të Trojës në Azinë e Vogël, por banor në perëndim i portës së perëndimit të diellit. Ka kuptimin me fjalë shëmtuar greke, do thot fekale. Pra, mos i përdorni këto emra të lashtësisë. Ne kemi emrin e bukur shqiptar, madje s'mund ta përdorim as emrin Arbëresh, Arvanitas, janë emra grek, vjen nga Albanoi, ishte një fis Iliro-Helen me kryeqytetin Albanopolis, emër grek, pra nuk ka lidhje me gjuhën shqipe fare. Dhe Alba, qyteti i Albës, është gjetur në Kretë. Nuk vjen nga Kaukazi, e ka gabim deputeti minoritar grek që flet një greqishte të prishur dhe nuk e ka idenë e Iliadës dhe nuk e ka idenë që në Iliad dhe në Odisea është përdorur dialekti jonik i cili është në Azinë e Vogël, është folur, nuk flitet më. Nuk ekziston kjo lloj greqishtje. Prandaj ata shqiptarë që dinë greqishtën e sotme dhe kanë mësuar duke larë pjatat dhe duke mbledhur ullinjt, kjo nuk është greqishtja e Iliadës dhe e Odiseas. Prandaj e keni kot. Mos i përdorni këto emra sepse po na turpëroni. Nëse doni ta nderoni Shqipërinë, krijoni një këshill kombëtar për bashkimin e trojave shqiptare, një lloj beslidhje. Mos u merrni me kryeministin shqiptar, që është një palaço që bie në gjunjë. Ai do thjesht të fitoj kohë që ta uli atë ritmin e demonstratave. Dhe un kam parë në krye të demonstratave furgonat të televizionit Syri. Televizioni Syri është televizioni i djalit të Sali Berishës, Shkëlzen Berisha. Televizioni Syri po drejton demonstratat tashmë. E kuptoni apo jo? Është degeneruar kjo lëvizje. Pra, urgjentisht shkëputuni nga të gjitha këto mediat. Shkëputuni nga Blendi Fevziu. A dini ju që në ngjarjet më të pista që kanë ndodhur në historinë e Shqipërisë, ju do gjeni kudo Blendi Fevziun. Prandaj mos dilni me Blendin, me këdo mund dilni, vetëm me Fantomasin jo, në intervista.
largohuni prej tij si prej mortajës. Edhe flokët ju larguan prej kokës atij, sepse koka e tij është e mbushur me toksina. Ju dua shumë dhe krijoni një lidhje kombëtare për Shtetet e Bashkuara të Shqipërisë. Ju falenderoj dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor.